Nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11. Këshilli Gjyqësor i Kosovës po shqyrton sot kërkesën e ushtruese së detyrës së presidentës për trajtimin e dorëheqjeve të gjyqtarëve serb të paraqitura në fund të vitit 2022. Në mbledhjen e sotme, KXK pritet të shqyrtojë edhe njoftimin e gjyqtarëve serb për tërheqjen e këtyre dorëheqjeve. Çështja vjen në kuadër të kërkesës së ushtruese së detyrës së presidentës për trajtimin institucional të dorëheqjeve dhe tërheqjes së tyre. Ndërkohë, Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka zgjedhur gjyqtaren Aferdita Bytyqi, zëvendës kryesuese të këtij institucioni. Në mbledhjen e mbajtur të njëjtën, Bytyqi ka marrë 6 vota të anëtarëve të Këshillit, ndërsa kundër kandidati i saj, gjyqtari Artan Abazi, ka siguruar 5 vota. Kryesuesi i KXK-s Rustem Thaçi ka bërë të ditur se mandati i saj si zëvendës kryesuese do të zgjasë 3 vjet dhe nis me datën 27 gusht të këtij viti. Partia Demokratike dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kanë vazhduar edhe sot aksionin para objektit të qeverisë, duke kërkuar nga kryeministri në detyrë Albin Kurti zhbllokimin e institucioneve. Të shoqëruar nga asamblestë dhe aktivistë të komunës së Shtimës dhe të Fushë Kosovës, ata kërkuan rikthimin e rendit kushtetues dhe konstituimin e kuvendit. 2 subjektet opozitare kanë thënë se nuk do të tërhiqen nga kërkesat e tyre derisa institucionet të zhbllokohen. Prokuroria Themelore në Pejë ka konfirmuar se një rast dhunimi seksual është raportuar se ka ndodhur në qendrën korrektuese në Dubrav. Zëdhënësi Shkodran Nikshi ka deklaruar se është iniciuar rast për veprën penale të dhunimit ndaj 3 personave, ndërsa për shkak të ndjeshmërisë nuk ka dhënë detaje të tjera. Rasti është raportuar edhe nga policia, ku dyshohet se 3 persona kanë ushtruar dhunë fizike dhe më pas kanë dhunuar seksualisht një burr. Viktima ka marrë trajtim mjekësor në spitalin e Pejës, ndërsa rasti po hetohet. E simtutje me lajme të tjera të ditës. Hedhja e mbeturinave në hapësirat publike në kryeqytet mund të ndëshkohet me gjop prej 500 eurosh. Kompania rajonale e mbeturinave Pastrimi u ka bërë thirrje qytetarëve që të tregojnë më shumë përgjegjësi dhe të mos ndotin hapësirat publike. Pastrimi ka njoftuar se gjatë mbrëmjes së kaluar ka larguar sasi të mëdha të mbeturinave vëllimore dhe inerte nga disa lagje të Prishtinës. Sipas kompanisë, Inspektorati i Komunës do të ndërmarrë masa ndëshkuese ndaj të gjithë atyre që hedhin mbeturina në hapësira publike. Kjo kompani u ka bërë thirrje qytetarëve që të kontribuojnë në ruajtjen e pastërtisë së kryeqytetit. Korporata Energjetike e Kosovës ka njoftuar se njësia A3 ka nisur procesin e startimit dhe së shpejti pritet të lidhet me rrjetin elektroenergjetik pas përfundimit të punimeve për përmirësimin e saj. Keku ka bërë të ditur se gjatë procesit të startimit mund të ketë emetim më të theksuar të tymit për disa orë. Sipas korporatës, kjo është një dukuri e përkohshme që lidhet me rikthimin e njësisë në funksion. Keku ka kërkuar mirëkuptimin e qytetarëve dhe të komunës së Obiliqit gjatë kësaj periudhe. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka përcaktuar çmimet maksimale të lejuara për derivatet e naftës. Sipas vendimit të ministrisë, çmimi maksimal i dizelit është €1,76 për litër, 2 cent më pak se një ditë më parë. Benzina do të shritet deri në €1,53, 1 cent më lirë, ndërka çmimi maksimal i gazit mbetet 0,63 cent për litër, i njëjtë me ditën e kaluar. Serbia ka vendosur që të tërheqë ekipin në basketball 3x3, ku ishte planifikuar dueli me Kosovën. Organizatori ka njoftuar për ndryshimet në orarin e transmetimeve të lojrave mesdhetare Taranto 2026 pas tërheqjes së Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut nga gara e basketbollit 3x3. Vëmendja tani është edhe tek boksi. Donjeta Sadiku do të përballet me rusën me pasaport serbe Kristina Kullova.
Sadiku synon medalje në artë në Taranto në një tjetër përballje që e vendos Kosovën përballë një sportisteje me lidhje me Serbin. Meqi Donjeta Sadikut vjen në transmitim të drejt për drejt në RTK sot nga ora 17:15. Të ndëruar shikues, kaq për këtë edicion të lajmeve, ne ju falenderojmë për vëmendje. Për këto dhe zhvillimet e tjera, takohemi në edicion në orës 13. Mirupafshim.